I morën këto kushte. Padyshim, dhe çfarë bëre tre? Çfarë solli tre për partitë? Në radhë të parë, unë duhet të falenderoj zonën Metalia në lidhje me gjithë drejtimin në periudhë e cila ka qenë e komanduar për atë periudhë dhe kryete dy funksione, dhe funksioni i deputetit dhe funksioni i kryetarës së partisë. Padyshim që nuk është e lehtë që ti jesh edhe në parlament dhe të kesh drejtimin e partisë. Megjithatë, kontributi i zonës Metalia ka qenë i jashtëzakonshëm edhe në angazhimin e fushatës elektorale të zgjedhjeve të 23-shit, të zgjedhjeve lokale. Padyshim që partia në momentin që erdha ishte një moment krize, duhet ta themi, për një arsye shumë thjeshtë, edhe për shkak të konfliktit të brendshëm që ndodhi në Partinë Demokratike dhe vinim direkt pas një konflikti. Në momentin që unë jam zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike, nuk kishim as vulën, as logon dhe grupi parlamentar. Do të ke filluar pa vulë, pa gjë fare këto, patjetër, sepse e tillë ishte situata. Padyshim që është një të them të drejtën moment jo shumë i përshtatshëm, pasi strukturat edhe për shkak të humbjeve të zgjedhjeve të përgjithshme dhe zgjedhjeve të lokale vinin pas dy disfatave, pavarësisht se në Lezhë fitoria e Partisë Demokratike në zgjedhjet e përgjithshme ishte, por kur nuk është në akordancë pushteti qendror me pushtetin lokal dhe pushteti lokal sot ka një ndikim të jashtëzakonshëm dhe nga takimet të cilët kam me qytetarët e Lezhës, më shumë janë të interesuar për pushtetin lokal sesa për pushtetin qendror, sepse ka të bëjë me jetën e përditshme të qytetarëve, me lejet, me legalizimet, me marrjen e ujit të pijshëm, të energjisë edhe elemente të tjera, të cilët janë ndërthuar dhe nuk ka një kufi ndarës midis kompetencave të pushtetit lokal me pushtetin qendror për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Nga krahu tjetër, të them të drejtën, kishte një demoralizim total të strukturave.